Transformim duke në hapësirën e bashkisë së re është një vlerë shkruaj që ne vazhdojmë ta arrijmë pa parasysh mundësitë që javën e shkashme. Ky shesh nuk ka qenë gjë tjetër për Gramshin, veç se një shesh parkimi për makinat, ndërsa sot, si rezultati i rilindjes urbane, ky shesh tash ka një vizion tjetër. Qytetarët e shikojnë si vendin e tyre. Jemi në proces tenderimi për lagjen Sporti 2, e cila edhe ajo do të ketë ambiente për fëmijë, për të luajtur basketbol, volejbol, por njëkohësisht edhe sheshe pushimi edhe parkimi të makinave, po kështu do të vazhdojmë me pjesën tjetër të qytetit, cilën ne pretendojmë që edhe atë ta kthejmë në një pedonale, edhe rruga cilën ju erdhët është bërë një mrekulli. Me thënë Gramshi, vërtet, kur kanë ardhur, na kanë thënë tani është bërë qytet. Mundi e mirë sepse detyra më ka sjell për vite me radhë këtu dhe realisht ishte një qytet shumë i trishtueshëm, i sunduar nga makinat që praktikisht ishin të vetmet pronare të qendrës qytetit dhe nga të katër anët i dëmtuar seriozisht nga harresa, nga braktisja e qeverisë në Tiranë. Besoj që me programin e rilindjes urbane, qyteti përjeton një transformim real që sjell më shumë atmosferë sociale, sjell një rritje të vlerës pasurisë së patundshme, sjell patjetër dhe një nevojë për të ushtrirë më tutje si transformim, duke kultivuar dëshirën e njerëzve për të vazhduar të investojnë në bizneset e tyre të vogla, për të parë përtej kufive të qytetit vjetër në hapësirën e bashkisë së re, për të krijuar komunitet, për të krijuar bashkësi, për të krijuar një atmosferë qetësie në një qytet vogël që ka goxha potenciale zhvillimi dhe ka një natyrë të mrekullueshme. Kjo është një vlerë e shtuar që ne do vazhdojmë ta rrisim. Është vërtet një rrugë me standarde të shkëlqyera dhe që ka shkurtuar kohë pafund. Them drejtën, është e parë që unë erdha në Gramsh dhe nuk e ndjeva fare as rrugën as kohën.